që duhet të ketë revolt popullore, këtë nuk e diskutoj se jam personi të paktën zëri vetëm që e kërkoj për vitesh, kur Partia Demokratike ka qenë nisi opozitën e saj. Sidomos pas mandatit parë të Ramës, duke cilësuar Ramën edhe një ndërtues që përkëtë drejt diktaturë, është më shtet, patjetër që duhet një opozitë, duhet një revolt. Por ajo që të bën përshtypje është fakti se këtë revolt apo këtë protestë tret opozita. Unë i qëndroj besnik asaj çka kam deklaruar në të gjitha emisionet apo mediat apo dhe në të shkruar që partitë politike nuk bëjnë protesta dhe nuk bëjnë revolta. Në asnjë vend botës nuk ndodh. Kjo lloj proteste për mua, nëse do e shoh në këndvështrimin qytetar, më tepër më duket si një protestë e cila i jep një frymëmarrje Edi Ramës për sa i përket zhvillimeve të njëpasnjëshme që ndodhin në vend dhe skandaleve, por në takimet që ai bën për Europë, ashtu siç e kam theksuar, ai gjithmonë do thotë ja këtu është një demokraci funksionale, opozita del bën, pavarësisht se këta e kanë ngritur me atë idenë që ne atë që se themi dot në parlament do ta themi në rrugë, para kryeministrisë. Që të kërkosh dorëheqjen e Bilen e Ballukut, këtë do ta kishe bërë që natën e parë të marrjes si e pandehur tashmë Belinda Balluk. Gjë që Partia Demokratike nuk e bën. Partia Demokratike duhet kishte bërë lëvizjet e saj politike, të cilat nuk pranoi t'i bëj, ose nuk din t'i bëj, apo nuk di si ta shpjegoj, por ajo që është më kryesorja është Partia Demokratike, domethënë deputetët e saj dhe vetë partia duhet të heqë dorë nëse do të bëj revolt, do të bëj një nder këtij populli, që kam thënë dikur, kam thënë dhe me emër nominal, supozojmë, i ka marrë si shembull Jorita Tabaku, me që ka fituar 20.000 vota në parlamentet ta bojkotoj, domethënë atë mandatin, edhe të dalin në rrugë edhe për të drejtojë protesta. Një gjë të tjerë duhet ta bëjë dhe partia. Partia duhet të distancohet nga politika, jo sepse partitë politike nuk janë partitë të cilat prodhojnë politikë, por duhet të distancohet nga politika në kuptimin e mandateve politike që kanë, rrugën se si e zgjidhin e din ata. Unë boll kam folë, nuk flas më, nuk jap më asnjë lloj alternative se si bëhet. Por duhet të distancohen, ju them vetëm kaq, nëse ata distancohen nga politika, nga jeta politike në parlament sidomos, atëherë unë them se atëherë kanë të drejtë të dalin edhe të bëjnë protesta apo revolta, sepse edhe populli pastaj do të besojë. Pra janë ata që duhet sakrifikojnë të parët. Nëse ti nuk sakrifikon, nuk mund të kërkosh të tjerëve të sakrifikojnë të tjerët për ty. Dhe kjo lloj proteste që bëhet sot, apo siç e kam deklaruar, unë kam thënë do jetë çadra 2 apo foltoria 2 e ndërthurur, domethënë qoftë foltoria, qoftë çadra të ndërthuara, që nuk do sillin ndonjë gjë të re për sa i përket zhvillimeve politike në Shqipëri. Që të kërkosh Ramës dorëheqjen nga ajo protesta, por në protestat e tjera, sepse nuk janë protestat të cilat janë vazhdimsi, janë protestat që nisin sot edhe nuk mbaren më dhe kanë atë kauzë, kanë atë frymën, nuk ka kjo protestë thirret sonde, nuk ka, ju do shihni që nuk ka as kauzë as frymë. Ka kërkesa. Me këto kërkesa ne jemi mësuar. Populli shqiptar është mësuar me këto kërkesa. Populli shqiptar nuk ka nevojë të tregosh se sa ka vjedhur Rama. Gjithë e dinë që Rama ka vjedhur. Në një moment kur unë kam thënë që Rama ka ndërtuar mafia në shtet, do kaq koqë në përdor të shprehje, nuk e përdor kot të them mafia shtet. Opozita çuditërisht i shmanget kësaj. I shmanget kësaj lloj termi për shumë arsye të veta, të cilat mund t'i shpjegoj vetëm ajo, por i shmanget. Dhe në një shtet, qoftë edhe siç e quan Partia Demokratike, narkoshtet apo diktaturë, asnjë diktaturë deri më sot nuk di se është rrëzuar me kërkesa apo me revolta part-time, themi, ato revolta që i bëjmë sot edhe mblidhen mbas jave, mblidhen me mbas muaj, mblidhen me ku diun. Dhe e provuan këtë lloj gjëje, kjo është një gjë e provuar sepse bën edhe atë
mosbindje civile, bën 43 protesta para bashkisë, nuk fituan asgjë. Nuk pati asnjë lloj. Në këtë kontekst është edhe kjo lloj proteste. Tash hajde ti thrasim njerëzit, na dëgjojnë njerëzit, të dëgjojnë njerëzit atë që dëgjojnë për natë në televizion, atë që dëgjojnë në parlament, atë që e thon në të gjitha mediat, zot falje tashmë janë edhe këto mediat rrjetet sociale që njerëzit komunikojnë dhe dëgjojnë dhe janë të lodhur me këtë lloj dogme, themi. Nuk përbën asgjë. Duhet të ketë kaos, duhet të ketë frym, duhet të ketë alternativë. Po s'pati alternativën dhe kaosin në mënyrë absolute nuk mund ta ngresh frymën, nuk mund të përcjellësh frymën tek protestuesit që njerëzit pastaj të vinë. Nuk mund dalësh sot edhe kam dëgjuar shumë nga këta të antarët e Partisë Demokratike, funksionarë që janë aty te Këshilli Kombëtar, kryesia, që fillojnë edhe thonë duhet të ngrihen intelektualet. Ta akoma kanë, vazhdojnë me konceptin intelektual. Akoma konceptin intelektual, pra marksizëm, leninizëm e kanë do akoma. Do bëjmë revolucion, akoma marksizëm, leninizëm. Nuk sjellin asgjë. Si do të vinë njerëzit ty, kur ti do e ke bllokuar atë dhe ti flet ti, bën ti. Dëgjon ti. Dhe të tjerë do përplasin durë. E ç'është kjo? Ç'është kjo lloj forme? Nuk është formë, për shembull, marrim sot ai Balla i tha nuk do ta bëjmë foltore në parlament, do të diskutohesh për minimumin etik. Po mirë, po si është e mundme që në të gjithë mediat thohet vetëm minimumi etik dhe nuk bëhet një emision, një analizë se çfarë është, ta kuptojnë dhe njerëzit tamam mirë çfarë është. Nuk kanë asnjë media. Absolutisht, Partia Demokratike nuk e njeh fare. Vetëm del në atë teorinë do bëj minimumin etik 200 euro në muaj dhe kaq e ka mbyll këtu. A thosë ai 200 euro në muaj do ta shpëtoj shqiptarin e varfër. Ai do ta varfëroj me keq. Ai është pateric për anë. Dhe përndaj nëse këta duan të bëjnë një protestë para duhet shkëputin nga politika, nga jeta parlamentare. Thash mënyrën dhe formën ta gjejnë ata, nuk kam për t'ia treguar mua, bolla kam la surratin këtyre. Nuk lajmë surratin këtyre. Se ngelen të vjedh gjona, po s'din të çojnë deri. Nuk din të çojnë deri në fund. Ti pyesesh për kauzën, minimumin etik mund ta bënin kauzë marrë kombëtare, ashtu si unë nisa dhe këta nuk ditën ta përfundojnë. E kishin dorë, nuk ditën ta përfundojnë. Dhe sot vjen në një zhargon të thjeshtë që nuk duhet të jetë kështu. Dhe prandaj thash, kjo protestë, nëse do kishte një alternativë, do kishte një kaos që të gjejë të gjithë shqiptarët, të përfshijë të gjithë shqiptarët, nuk është puna vetëm një kaos të opozitës. Por opozita këtë thotë, domethënë zgjedhje të vjedhura, të manipuluara, zgjedhje të tilla me grupe kriminale, me blek, me banda, me këtë, raporti ose bëheu dirit e më the, thash pastaj futesh në parlament. Pra, unë e kam thënë që ditën e parë. Nëse unë isha për bojkot parlamentit, sepse ti do ta legjitimosh atë. Po jo vetëm që e legjitimove, po e legjitimove edhe me grupe parlamentare. Sepse bërë edhe 3 grupe parlamentare. Që do të thot, ai parlament sot është me 4 grupe parlamentare. Pra ti legjitimon Ramën, nuk po bën absolutisht asgjë më tepër se sa legjitimimi i tij. Ti po legjitimon në gjitha format. Tashmë legjitimon dhe me një protestë e cila do shkoj, po ku do shkoj, do lexojnë një orë atje, do lexojnë letrat e do bëjnë tallavan. Dhe pastaj Rama do dali, do thot atje asaj kosit, çfarë ka. Do dali dhe do t'i thotë urdhro. Në Shqipëri ka pluralizëm, në Shqipëri ka fjalë të lirë, në Shqipëri protestohet, në Shqipëri kërkohet të bëhet propagandë.